Shumë zhurmë, por asgjë në dritën e së vërtetës. Ernest Muçi po kryqëzon gishtat për të ardhmen e tij, pasi Trabzonspor ende s'ka hedhur një hap konkret nëse ekziston dëshira për ta blerë sulmuesin shqiptar në përfundim të këtij sezoni. Kuzey Express shkruan se klubi turk ka mundësinë ta aktivizojë të drejtën e blerjes për 8.5 milion euro nga Beşiktaş, që ka hequr dorë nga shërbimet e tij. Sa kaq, një luftë e brendshme ka lindur në Trabzonspor, pasi drejtuesit gëzojnë mendime të ndryshme dhe ende nuk ka një pistë të qartë se ku do të drejtohen për të vendosur pikat mbi i për lojtarin Kuqezi, i cili kërkon po ashtu një informacion paraprak se çfarë mund të bëjë me të ardhmen. Vendimi, thot media turke, do të finalizohet shumë shpejt, përpara datës 10 maj, kohë kur përfundon dhe cikli i huazimit të Muçit. 25 vjeçari i është rikthyer aktivitetit në fushën e lojës, duke marrë minuta në këmbë në ndeshjen çerek finale të Kupës së Turqisë, ku shënoi dhe golin e kalimit në gjysmëfinale, si dhe u përfshi në formacionin titullar të trajnerit Fatih Peke për ndeshjen e fundit që u luajt në kampionat përballë Konyaspor.